Krishti u gjallë. Vërtet u gjallë. Nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtit. Kjo e kremte është një kremte e veçantë në Krishtin Ortodoks, sidomos edhe për këtë vend të bekuar, ku kemi këtë kishë kushtuar Shën Athanasit të Madh, i shenjtorit të madh të shekullit të 4, që ne krishterë ortodoks e kujtojmë 2 herë gjatë vitit liturgjikal. Në 18 janar, bashkë me Shën Kirilin, dhe e kujtojmë dhe më 2 maj, kujtojmë transferimin e lipsaneve të tij. Por, le të kujtojmë se kush është Shën Athanasi i Madh, ky shenjtor të cilët ne të krishterë ortodoks e nderojmë në mënyrë të veçantë dhe i kemi vënë epitetin i madh. Jo të gjithë shenjtorët quhen të mëdhenj, edhe pse janë të mëdhenj, por Kisha Ortodokse disa shenjtorë i ka vënë epitetin i madh për t'i dalluar nga shenjtorët e tjerë, sepse kontributi i tyre për Kishën Apostolike Ortodokse është i madh. Shën Athanasi lindi në vitin 295 nga prindër shprestar dhe që i vogël u dallua që ishte i tërhequr mbas gjërave të perëndishme. Në atë kohë, ku lindi dhe jetoi Shën Athanasi i Madh, Kisha u kondit nga një mësim i gabuar e një eretiku, Ariusi, një prit nga Aleksandria, i cili ishte inteligjent, por nuk ishte i forulur. Dhe kështu djalli përfitoi nga egoizmi i tij dhe ai nxoroi një gënjeshtër shumë të madhe, duke thënë që Isu Krishti nuk është biri i vërtet i Perëndis. Fjala i lindur prej Ati përpara gjithjetëve, dritë prej drite, Perëndi e vërtet për Perëndi e vërtet, siç e themi në simbolin e besimit. Po sipas Ariusit, që i përshtatet edhe një logjike njerëzore, ai ishte thjesht krijesa e parë e Perëndis. Patjetër që kjo gënjeshtër, që është nga djalli, papai i gënjeshtër, zuri vend jo vetëm te Ariusi, por dhe pasuesit e tij, por dhe të shumë, madje edhe episkop dhe prifterin dhe teologë asaj kohe pranonin se Ariusi kishte të drejtë. Kështu që u bë një çarje e madhe midis kishës në atë kohë dhe Shën Konstantini i Madh thiri sinodin e parë ekumenik në 325, ku thiri të gjithë episkopët e gjithë episkopatave që ishin, vajti dhe Shën Athanasi, i cili ishte diakon atë që shoqëronte patriarkun Aleksandër të Aleksandrisë. Shën Athanasi, edhe pse ishte diakon një grad e ulët klerikale, pra grada e parë klerikale, edhe pse ishte i ri në moshë, ai kishte mendjen e një plaku të urtë dhe kishte fuqinë e shpirtit të shenjtë. Dhe ishte ndër ata të radhët, bashkë me Shën Nikollën, Shën Spiridonin dhe shumë shenjtorë të tjerë, të cilët me anë të fjalës dhe me anë të mrekullive vërtetuan që Isu Krishti nuk është krijesë e Perëndis, po është biri dhe fjala e Perëndis, Perëndi për Perëndi. Dhe ata formuluan atë që neve thamë pak më përpara, 7 nere e simbolit të besimit. Kështu që Shën Athanasi u dallua në sinodin e parë ekumenik dhe pastaj populli i Aleksandrisë mbas vjedhjes së patriarkut Aleksandër e bën Shën Athanasin e bën patriark të Aleksandrisë, që ishte një nga patriarkatet e mëdha në atë kohë. Por duhet të dimë se erezia e Ariusit u mbështetet nga disa perëndorë që ishin bitë të Konstantinit. Kështu që edhe ata mbështeten episkopët heretik dhe përsëri ndaj kishës filloi një persekutim, sidomos ndaj atyre primatëve që mbanin nenën e simbolit të besimit në sinodin e parë, sidomos ndaj Shën Athanasit të Madh. Thuhet që Shën Athanasi i Madh ka nga 46 vite që ishte episkop kanonik, 20 vjet i kaloi në internim. Dhe kishte raste kur ai ishte i detyruar të fshihej nga politika, jo se kishte frikë për veten e vet, por ai kështu drejtonte kishën, madje duke futur edhe në një varr, duke qëndruar në varr dhe nga varri drejtonte, ose duke shkuar në shtëpinë e një gruaje dhe duke strëhuar atij, e shumë historira të tjera që Shën Athanasi i shmangej persekutimin jo nga frika, po për të mbrojtur kishën. Dhe më në fund erdhi paqja e kishës dhe Shën Athanasi baritoi me paqe dhe fjetin në Zotin, që siç e kujtojmë dhe neve në 18 të janarit. Por sot thamë që kujtojmë transferimin e Lipsanit të tij
në Venecia. Do dim se shumë lipsane të shenjtorëve shumë të mëdhenj që ka pasur kisha ortodokse e lindjes, kaluan në Perëndim dhe janë sot në Vatikanë dhe në vende të tjera në Perëndim, sepse kryqëzatët i morën ato si trofe dhe i çuan në Perëndim. Po ishte edhe një ekonomi e Zotit, sepse do dim se lindja do kushtoi nga osmanët dhe ata do bënin shumë sakrilegje, prandaj dhe kryqëzat besare të kishës ortodokse janë konservuar dhe gjenden në Perëndim. Por të dashur krishterë, ne sot e kujtojmë Shën Athanasin e Madh, jo thjesht në aspektin historik, por edhe në kohën ku jetojmë. Shën Athanasi i Madh ka qenë, është dhe do të jetë një frymëzim, sidomos për episkopët, për prifterin, për diakonët, për teologët, për katekistët, të cilët kanë një përgjegjësi brenda kishës të mësojnë popullin e Perëndis, ta shenjtojnë popullin e Perëndis me fjalë dhe me mister, por dhe për gjithë krishterët ortodoks, që të ruajnë besimin e tyre ortodoks. Shën Athanasi ishte një kohë ku pothuajse të gjithë, edhe mbretër, por dhe episkop, edhe teolog, u gënjën nga Arius. Ai me shumë pak qëndruan si ajo kripa dhe nuk e mohuan besimin, sa duhet Shën Athanasi i vetëm kundër gjithë botës. Kjo është i frymëzim të për ne. Edhe sot nuk kemi probleme të asaj kohe për ndjekje për të besimit nga perandorët ose nga pushtetarët, por sot përsëri kemi një problem shumë të madh. Është të shkuar shumë herezia, profetët e renë, mesit e renë, e tha Krishti. Në fundin e kohërave këta do të lulëzojnë si ato këpulla pasiu. Do të kemi shumë kujdes. Sot komunikimi është bërë shumë i aksesueshëm për njerëzit. Dhe nga ky komunikim ne mund të marrim edhe doktrina dhe mësimet gabuara nga mësimet heretike, që i gjejmë kudo. Prandaj duhet të jemi ortodoks, që do të thotë mos devijojmë as majtas as djathtas. Duhet kemi kujdes nga komunikimi me heretikët, të thotë Shën Antoni i Madh, Shën Athanasi, një shenjtorë. Pra duhet kemi kujdes jo thjesht nga bashkëshoqërimi me ta, por nga mësimet e tyre, nga doktrinat e tyre, sepse mund të infektohet. Dhe nëse ne nuk e dimë mirë besën ortodokse, nëse ne lexojmë një libër heretik, ose ndjekim dikë që nuk është i kishës ortodokse dhe na kemi mësim gabuar, mund të bijmë në herezi. Prandaj të qëndrojmë mirë me frikë Perëndie në vendin që na ka caktuar Zoti, në kishën ortodokse. Dhe nëse ne nuk kemi një orë e duhur, ne shkojmë në kishë, të bisedojmë me priftin, bisedojmë me teologun, bisedojmë me katekistin, për të marrë ato mësime të krishtera ortodokse. Dhe jo të thjesht çfarë shikojmë në televizor, çfarë lexojmë në libër, çfarë na ka thënë dikush, dhe të krijojmë një besim sipas interesit tonë. Jo. Ne do krijojmë dhe kemi besimin e krishterëve ortodoks, që tha Zoti e në Çitën e Apostujt, na i dëshmuan etrin. Një ndërtar të Shën Athanasi i Madh. Sot është një herezi që shumë nuk po e kuptojnë. Po shfaqet një lloj feje e përboçme, globale, feja e dashurisë. Duket shumë e bukur kjo fe. Dashuri ose lavë, ku të gjithë jemi të ftuar brenda kësaj feje të dashurisë, ku të gjithë neve mund të aderojmë dhe të gjithë jemi okay me njëri tjetrin. Po secili ne besojë atë që do. Bollë ta duam njëri tjetrin. Të dashur krishterë, besimi krishterë ortodoks nuk është vetëm në dashuri, një dashuri a priori. Kush është dashuria? Dashuria është Api, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Perëndia është dashuri. Dhe dashuria u mishëruar në personin e Jezu Krishtit. Pra nuk është dashuria abstrakte. Është një person i mishëruar, Jezu Krishti. Post që Jezu Krishti nuk ka dashuri. Dhe nuk ka dashuri pa të vërtetën. Si mund të bëjmë një dashuri kush është e vërteta? Kush është e vërteta? E vërteta është abstrakte? Jo, e vërteta përsëri është e mishëruar në një person, në Jezu Krishti. Çfarë tha Pilati? Kush është e vërteta? Po Krishti tha unë për këtë kam ardhur të dëshmoj të vërtetën. Prandaj të dashur krishterë, ku nuk ka Jezu Krisht, sipas besimit të krishterëve ortodoks, nuk ka as dashuri, nuk ka as vërtetë, nuk ka as një besim për shpëtimin, por është thjesht një herezi që do ta përkrajë antikrishti. Prandaj bëni kujdes. Qëndroni në besën e krishterëve ortodoks, edhe sikur të vetëm jeni në shtatin tuaj, në vendin ku jetoni, në qytetin tuaj, mos e
mohoni besimin, qëndroni fort, ashtu si qëndrua shejtori, ashtu si qëndroi edhe shën Afanasi, që për këtë u quaj i madh në emër të Zotit. Amin.